Evropa mund të lexohet si një sinjal gjeopolitik se është koha e dur për Serbinë të rikthehet ekspansionit të saj territorial. Dhe kjo ka bazë edhe në të kaluarën, e dim që kur kanë filluar shkatrimi i ish Jugosllavisë, kur ka luftrat e përgjithshme, në vazhdimsi Evropa kishte bërë thirrje që të ndalet kjo luftë, është koha e saj, është ora e saj, duhet të intervenojë, duhet të marrë masa për ta penguar një gjakderdhje, por asgjë në fund nuk ishte ndodhur pa intervenimin e drejtë për drejtë amerikan. Por Departamenti i Mbrojtjes së SBA deri më tani ka deklaruar që nuk ka plane për largim të ushtarëve amerikanë nga Kosova, para pak dite mbase për ta dërguar një sinjal që ata se trupat amerikane janë duke u përkujdesur për Kosovën dhe për veriun, postoi një video ku shihen trupat amerikane ekskluzivisht në pjesën veriore duke patrulluar kufirin me Serbinë. Kështu që në këtë situatë rreziku ekziston, mirë po nuk besoj që Serbia do të ketë guximin, do thotë paraprakisht të ndërmarrë ndonjë aventurë të tillë ku do ta vendoste në konfrontim me bashkësinë ndërkombëtare edhe një herë. Shefi i NATO-s Mark Rutte, i cili vizitoi Kosovën, deklaroi se KFOR-i është i gatshëm për të përballur me çfarëdo lloj zhvillimi që mund të ndodhë në Kosovë. Ju si mendoni, çfarë po paralajmëron Rutte në këtë rast, apo thjesht po tregon gatishmërinë e NATO-s si në Kosovë ashtu dhe në Bosnjë-Hercegovinë? Situata është fragjile, situata është fragjile edhe në Bosnjë. Kemi parë një mirë, por nuk besoj që tash Milorad Dodiku nuk i ka kapacitetet çfarë po e zomi ka pasur Radovan Karadziçi, Mladiçi, ish elita ushtarake dhe policore, ish elita ushtarake dhe politike serbeve të Bosnjës. Një presion i madh ndërkombëtar në fund do ta detyrojë atë që të largohet janë para pas skenar që ai mund strohet në Hungari te aleati i tij Viktor Urban për të ikur arrestimit. Njëjtën gjë mund të themi edhe në Kosovë, pra është paralajmërim që nuk do të tolerohet asnjë lloj destabilizimi, gjë që më herët i kishte bërë ish sekretari i punëve të jashtme të Britanisë gjatë vizitës në Kosovë, kur kishte thënë se nëse një herë ndodhin sulme sikur ai në banjë, atëherë ushtarët britanik kanë obligim që të luftojnë për ta mbrojtur integritetin territorial të Kosovës. Si mendoni, çfarë duhet bëjnë dy kryeministrat, qoftë Edi Rama, po ashtu edhe Albin Kurti, për të rritur nivelin e sigurisë në vendet respektive, teksa përballë ka një fqinjë që duket gjithmonë më agresiv siç është Serbia? E para e punës, uroj që këta dy kryeministra ta fillojnë një komunikim normal politik. Nuk është fatkeqësinë që në këtë situatë sot ne dy shtetet, nuk them që nuk ekziston komunikimi në nivel horizontal, por praktikisht komunikimi i dy shefave të qeverive thujse është ndoshta në prapaskenë ata janë takuar, por po flas në kuptimin publik të fjalës, nuk kemi pasur asnjë takim të tillë, po mos harrojmë Shqipëria është një faktor si një vend antar i NATO-s, është një faktor i rëndësishëm që kontribon në sigurinë e Kosovës nëpërmjet trupave të saj në komandën e KFOR-it, ajo ka ushtarët e saj në Republikën e Kosovës. Dhe ajo që i duhet veçanërisht Kosovës, këtu do të rekomandoja qeverisë Kosovës që me të madhe të punojë të krijojë lidhje sa më të afërta me administratën e re amerikane. Kjo në fundit nuk është këshilla ime, është këshilla e disa prej ish diplomatëve amerikanë të cilët kanë qenë të lidhur me fatin e Kosovës. Në fund të gjithë i kanë bërë thirrje leadershipit politik të Kosovës që gjejnë metoda, që gjejnë mënyra që të krijojnë lidhje sa më të afërta me njerëzit e presidentit Trump, gjë që fatkeqësisht sipas tyre Serbia e ka bërë kohën e fundit më shumë. Në këtë drejtim Kosova nuk duhet ta humb hapin dhe ritmin, sepse po e shohim një administratë që është shumë e interesuar sa i përket lidhjeve transaksionale, bilaterale me shtete, sesa komunikimit nëpërmjet mekanizmave multilateral. Këtu do ta përmendja vetëm një shembull, përfaqësuesja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, zonja Kaja Kallas, e cila është edhe përgjegjëse për dialogun Kosovë-Serbi me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, ka tentuar që dy herë të takohet
takohet me homologun e saj amerikan Marco Rubio, edhe pse ishte aranjuar takimet, në fund ishin anuluar me arsyetimin se Rubio nuk ishte gjetur kohë të mjaftueshme. Pra po e shohim një çështje shpërfillëse thujse të plot ndaj njerëzve të administratës së re amerikane ndaj institucioneve multilaterale, por intensifikim të komunikimeve politike, diplomatike me lider të veçantë të BE-s, me kryeministrin britanes, presidentin francez, më herët me zonjën Meloni, kryeministrin Orban e të tjerë. Kështu që në këtë drejtim Kosova nuk duhet ta humbë shansën që të mbetet mbrapa në krijimin e kësaj infrastrukture që i afron marrëdhëniet bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund të fundit Kosova ka një përparësi nëse din ta shfrytëzojë në aspektin diplomatik, sepse në mas të madhe të gjithë eksponentët kryesor të kësaj administrate kanë potencuar Kinën si rivalin kryesor të ardhshëm gjeopolitik e geostrategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë Kosova në raport me Serbinë e ka një përparësi gjeopolitike, sepse në Serbia është një vend ku ka marrëdhënie të tregtisë së lirë me Kinën, investimet kineze janë jashtëzakonisht prezente në Serbi. Ajo që ndodhi në Novi Sad pikërisht ishte investim kinez dhe i cili e trazoi tashmë shoqërinë serbe, dhe Kosova duhet të ofrohet në këtë drejtim si një palë për asa mundet, sepse ne kuptojmë këtu tash kanë rol edhe shtete tjera Azi Pasur siç janë Japonia, Filipinet, Korea e Jugut e tjerë për ta kufizuar India, për ta kufizuar këtë potencial, por që të ofrohet si një palë e cila është krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në armiqësinë e saj ndaj Kinës, dhe është i vetmi një ndër vendet e pakta në rajon që nuk ka toleruar që të ketë investime kineze. Nëse i referohemi edhe marrëveshjes së Washingtonit që ishte sponsorizuar nga administrata e parë e presidentit Trump, ne duhet të na kujtohet shumë qartë se aty ekzistonte një nen specifik ku ndaloheshin në mënyrë decisive investimet kineze në të dy vendet. Në këtë drejtim Kosova i ka qëndruar konsekuent në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme këtij, edhe pse ka mohuar në kuvendin e Kosovës marrëveshjen e Washingtonit, për paktën praktikisht i ka qëndruar konsekuent këtij zotimi sa i përket marrëdhënieve tregtare me Republikën e Kinës, duke mos pasur asnjë të tillë. Dhe i pyetja e fundit, të ndodhur përballë këtyre ndryshimeve të mëdha të politikës amerikane, a duhet që Shqipëria dhe Kosova të rrisin nivelin e tyre të armatimeve përballë një rreziku të mundshëm që mund të vijë nga Serbia? Nuk ka diskutim, mirë po kjo nuk mund të bëhet me një qasje shpërfillëse ndaj alateve. Këtu ne kam shqetësimin, pra do të krijohet një lloj asi narracioni që Kosova është në gjendje tashmë, siç fatkeqësisht kemi pasur rastin të dëgjojmë deklarata populiste politike, se Kosova është në gjendje që edhe vetë të mbrohet apo ta përballojë një agresion të mundshëm nga Serbia. Investimi në mbrojtje, investimi në kapacitetet e sigurisë Kosovës duhet bëhet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Në fundit kjo është edhe interes, sepse shpesh harrohet edhe një fakt, transformimi i forcës së sigurisë Kosovës, e cila ka qenë kryesisht një organizatë me mision civile humanitar në ushtrisë të Kosovës, ishte bërë në kohën e ish presidentit Trump. Pra që forcimi i kapaciteteve ushtarake të Kosovës në vetë mbrojtëse nuk është që është në kolizion të drejtë për drejtë me interesat edhe të kësaj administrate. Zoti Kasolli, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ishte kënaqësi për mua të bashkëbisedarim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.